Gjo Kleshi, kandidati Partisë Socialiste për Bashkinë e Re të Vautë-Dejës, ka vijuar turin e takimeve elektorale, se bashku me stafin elektoral ai ka bërë ndalesën e rrallës në fshatin Mali Ushit, në komunën e Bushatit, ku ju premtua për krahje masive nga elektorati me qëllim një fitore të thellë në zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Para banorëve, Gjo Kleshi ka premtuar investime serioze me në fokus bujqësinë, si dhe vëmendje ndaj problemeve të komunitetit, ndërsa nuk kanë munguar as akuzat ndaj rivalit të tij politik. Kjo është defekti direkt i pushtetit lokal. Kjo është defekti i atyne që flasin për arritje sukseset mëdha, por që i flasin vetëm në katërkëndshin e televizionit. To nuk janë reale. Bashkë me zotin Hila vjen edhe një ish deputet i cili nuk e ka votu zona jonë. E kam fjallën për Gjo Kuldeden, i cili në momentin që fillon fushata ka filluar dhe me savatu turizmin. Diku do të ketë një lidhje ky problem me një tjetër. E tham me saksit plot si zoti Hila, ashtu dhe Gjo Kuldedaj, të dy nuk janë banor të Bashkisë Vaudensit. Njani jeton Lezhë, tjetri jeton në Shkodër, në Parajsa që ka kriju zoti Hila. Kështu që ata mos ta shikojnë Bashkinë e Vaudensit për ta rrjepur, sepse nuk kanë shanse ma për me vunë durt atje ku i kanë vunë. Me datën 21 qershor merr fund drejtimi i gabum dhe fillon drejtimi i dur. Ndërsa banorët, duke premtuar mbështetje përmes votës, kanë ngritur një sër problematikash, të cilat lidhen kryesisht me neglizhencën dhe abuzimin e pushtetit vendor ndaj tyre. Unë ju bëj thirrje të gjithëve që të votojmë kandidatin e Partisë Socialiste dhe të Aleancës Qeverisë, zotin Gjo Kleshi. Vim kërkojmë votën këtu me të drejtë të plot, pasi këtu e shikoni vetë me sytë tuaj drejtimin e gabuar tash 12 vite në komunën e Bushatit, të kandidatit në fjalë dhe kryetarit në largim. Është e nevojshme që të punohet sa më shumë për të pas një përmirësim vazhdueshëm. Tash një bashki e re, don edhe një kryetar të ri, për me bë dhe punë të reja dhe që të ecim drejtimin e votat i ka të plota, i ka të marrna, sa është prime ndesh si familje, se një kam njoftë edhe babën e tina, njoft edhe këtë, si person e si ashtu. Janë njerëz mirë. Mungesa e ujitjes, mungesa kanaleve kulluese, mungesa rrugës që kena një rrugë këtu që vinë fëmijët e shkollës dhe është një rrugë skëter, nuk e di ajo ka rastis kamerave me pa një herë. Një kryetar i ri për një bashki të re ka qenë kjo fryma që ka shoqëruar këtë takim elektoral, i cili spikati për entuziazëm dhe për krahje masive.